Policia e Lushnjës kapi në flagrancë një shtetas të mitur 16 vjeç, me një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis sativa, një mjet prerës thik dhe një përforcues grushti, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët për hetimin e narkotikëve të DVP Fier referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për këtë shtetas. Gjithashtu edhe policia rrugore referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një tjetër minoren 17 vjeçar, pasi drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë dhe Divjak kanë identifikuar 3 raste dhune dhe referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit AM, 35 vjeç, banues në fshatin Kashtbardh, pasi ka ushtruar dhunë ndaj nënës së tij. DK 32 vjeç dhe NH 46 vjeç, të dy banues në fshatin Çerm Shkumbin, pasi janë konfliktuar me njëri tjetrin për motive të dobta. MT 42 vjeç, banues në Divjak, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj fëmijëve të tij të mitur, të cilët janë të pajisur me urdhër mbrojtjeje ndaj tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit SQ, 48 vjeç, banues në Fier, pasi ka goditur me mjet prerës një shtetas 37 vjeç për motive të dobta. EK 56 vjeç, banues në Fier, pasi ka goditur me grushte një shtetas 54 vjeç për motive të dobta. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme.